U filmua duke marrë shfet arrestohet inspektori policisë në Rinas. AMP ka arrestuar inspektorin KK me detyrë ndihmës specialist kontrollor në pikën e kalimit kufitar Rinas pas dyshimeve për përfshirje në veprat penale, shpërdorim i detyrës dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Ndalimi erdhi si rezultat i pamjeve të transmetuara në një emision investigativ ku një shtetas i pa identifikuar i ofronte inspektorit KK shumën prej 10.000 lekësh të reja në këmbim të një kalimi të lehtësuar nëpërmjet aeroportit. Sipas njoftimit zyrtar të AMP-s, ngjarja ka ndodhur në 7 tetor 2025 kur shtetasi në fjalë paraqiti dokumentacionin e udhëtimit pranë punonjësit tjetër të policisë, inspektorit L, i cili ishte përgjegjës për regjistrimin e udhëtimit. Edhe ndaj këtij të fundit ka nisur hetimet në gjendje të lirë për veprën penale, shpërdorim i detyrës.